A i keni ditur se çka ndodh me fletvotimet pasi të kryen zgjedhjet? A ruhen ato si dëshmi? 30 kandidat për asambles nga Ferizaj, rreth 100 ditë më vonë prej mbajtjes së zgjedhjeve lokale, kërkuan hetime të prokurorisë për rezultatin zgjedhor. Por Komisioni Qendror Zgjedhor dha një përgjigje të prerë. Materiali nuk ekziston më. Materiali është asgjësuar. Pse ndodh kështu? Sepse ligji për zgjedhjet parashet që brenda 60 ditësh nga certifikimi i rezultatit zgjedhor, të gjitha fletvotimet e përdorura dhe ato të papërdorura, lista përfundimtare e votuesve, lista e votuesve me kusht, libri i zgjedhjeve, zarfet me fletvotime me kusht që përmbajnë fletvotime të shënjuara dhe materialet e tjera zyrtare zgjedhore duhet të asgjësohen, nëse Komisioni për Ankesa dhe Parashtresa nuk vendos ndryshe. Sipas ligjit, ky proces është i pakthyeshëm. Asgjësimi i materialit zgjedhor bëhet nga një kompani private. Në rastin e fundit, KQZ pagoi tenderin me vlerë mbi 3.700 eurosh për t'i asgjësuar materialet e 2 raundeve të zgjedhjeve lokale. Materialet janë grirë me makineri.